kryetar që flej. Unë punoj. Anjari, ekziston prej të honës nëse fitoni që është, me që ka qëtë pjesën për Mitrovic që ka du me e kry. Veç ta përfundoj, dhe thot fusha për klubet sportive, funksionalizimin, renovimin e qendrës Fatime Gjaka edhe e Omnisportit, bashkë me disa sanime edhe në palesë terminatori për shkak se nuk është gjendje të mirë, posaçërisht procesi i klimatizimit edhe rrjedhës. Po ndëgjë, për krejt këto çka janë kom premtime para 4 vite, krejt nuk janë realizu nga PDK-ja, po jo që nuk janë realizu projektet e tilla madhore, po edhe shtëpia e Shurdh Mehmedzëve që ka qenë premtim me aqit prej kulmit pikën nuk e kanë realizu lart. Edhe kategoritë sociale janë temë të cilën me qëllime ka përceva jo për mungesë respekti, po e kom pa që e keni trajtu në emisione tjera, tentova me nxerr diçka të re. E para jeni ka llogaritë që fitoni edhe pse ka një koalicion, po realisht që kjo është situatë që nuk ndodh shpesh. 95-6% votave me i do 2 kandidat, i bjen që këta tjertë kanë qenë të defaktorizum krejt. Nuk e di koalicioni me LDK-n e ndihmën kundër kandidatin tuaj ose mungesa e koalicionit ju ndihmën juve. Qa e bën diferencën? Qa e përcakton fituesin të dielën? Të dielën e përcakton fituesin ndërgjegjja edhe vetdia qytetare. Me cilat kategori keni kontaktu ndërkohë, ku keni pas të lashë me siguru vota edhe kush eventualisht e ka ndru menën se s'ka shumë teren, nëse i ki pas 48%. Unë mendoj që në radhë parë kanë ndryshu mende një kategori atyne që kanë abstenu nuk kanë marrë pjesë. Aha, okej. E dyta, ka një angazhim dhe përkushtim të jashtëzakonshëm të mërgatës me marrë pjesë. Grupet të organizuara që tashmë... Kanë kohë dhe dytet. Po vinë edhe po më dërgojnë... Thashe po vinë fizikisht me votu? Po vinë fizikisht prej vende Bashkimit Evropian, për shembull organizimin në Gjermani edhe në Suedi është fantastik. Mandej kanë me ndryshu mende një pjesë atyne që e kam pa mënyrën e skemës, organizimit edhe presionit tepër të madh mediatik nga disa media. Se unë kam qenë besoj prej ministrave ma të hapën historitë Kosovës, jo vetëm të qeverisë Albin Kurti, në raport me media e më shku të secili medium, edhe të ata që e kom ditë që kanë me më goshdu edhe kanë me më sha. Një kategori atyne që e shohin që PDK-ja e lunë rolin e good guy, po manej vjen me pistoleta, i futet rivalit edhe kundër kandidatit në përzyre, edhe mendoj që kretë kjo pjesa e skemës që pasqyru. Në raundin parë me exit poll që ka kulmu, mendoj që tek qytetari Mitrovicës e merë në dëshkimin e meritum. Sa përket çështjes së krejt kësaj, ajo që ka muna me thonë është që mas